është e vërtet kjo që thotë zoti Meçollari, po duhet të di që në marrëdhënien ndërkombëtare marrëveshja e fundit është ajo që merret parasysh dhe firmat e fundit 2024 Shqipëria për hapjen e kapitujve ka firmosur një marrëveshje me 27 shtetet e Bashkimit Evropian. Atje nuk ka asnjë kusht për çështjen e detit. Çështja e detit duhet të zgjidhet e të fillojmë avash të mbyllim të dyja shtetet mos marrëveshjet tona dhe se janë më shumë ato që na bashkojnë se ato që na ndajnë. Duhet të jenë të qartë negriti, janë të qartë se Shqipëria në fund të fundit nuk mund të jetë se ka një bizhet në Rogoz, që çfarë do ndodhi në Jon, do jetë një precedens për me gje dhe këtë nuk e duan turqit. Pavarësisht se çfarë do thotë vendimi Hagës ose marrëveshja që do jetë me do bëhet me Shqipërisë dhe Greqisë, turqit nuk kanë për ta pranuar, do kërkojnë një zgjidhje e tyre. Duhet vendos politika. Ky është ngërçi i vërtet që kemi te kjo çështje. Pozicioni turk. Ngërçi i vërtet është mos dakordësimi i Turqisë. Është e qartë, mund të pyesni zotin Berisha, mund të pyesni i vetmi patriot në Shqipëri nuk është vetëm zoti Rama. Do të thënë monopolin e patriotizmit e ka zoti Rama, politikanët e tjerë nuk e duan Shqipërinë. Pse duhet të besojmë gjithmonë variantin e tij? Edhe cili është ai kryeministri që unë besoj që integrimi i Shqipërisë është një sfidë madhore, besoj se është kryesorja, po asnjëherë nuk legitimohet të mbas territor dhe nuk ka njeri që e bën. Të gjitha marrëveshjet janë të diskutueshme. Do të thash, cila do marrëveshje që të bëhet nesër, të dyja palët do gjejnë edhe arsye për të kontestuar edhe për të mburur. Sepse ashtu janë marrëveshje, diçka merr dhe diçka jep. Po marrëveshjet janë ato që avancojnë në marrëdhënie. E kuptoj. Kam një pyetje të fundit, ndoshta naive, zoti Beleri. Cila nga marrëveshjet në vlerësimin tuaj, po i bëj apel pjesës tuaj shqiptare, cila marrëveshje ndjes? Cila marrëveshje është më e mira për Shqipërinë dhe shqiptarët? Cila marrëveshje është më e mirë? Unë nuk jam i fushës, domethënë unë lexoj çfarë shkruhet nëpër media. U thaj ngele me atë që cila do marrëveshje është më e mirë se vendimi i gjykatës. Marrëveshja me keqi është më e mirë se vendimi i gjykatës. E kuptoj. Dhe vlerësoj. Ndërsa për ju zoti Meçollari është ajo 2018. 2018 sepse ka zgjidhur dy probleme. Domethënë ka zgjidhur dy probleme. Para ka provuar që 2009 ose ka provuar vendimin e gjykatës kushtetuese dhe e dyta, marrëveshja është neutrale në lidhje me raportet me një shtet të tretë. Çdo marrëveshje nuk duhet të ketë ndikim ndaj një shteti të tretë. Ja ta shohim atë shtetin e tretë se sa do e perceptojë këtë neutralitet. Duhet të them për 2018, më falni se patjetër. 2018 në kushtet që Greqia dhe zoti Kocjas vendosin ta negociojnë, nuk janë raportet që janë sot. Atëherë, domethënë koha, timing, që thonë anglisht, mënyra kur negocion, ka pro, ka dhe kontra. 2018 ka ikur, siç thot zoti Meçollari që ka ikur 2009 nga tavolina, 2018 ka ikur se e ikur nga tavolina në mënyrë të pa sqarueshme dhe pa i sqaruar popullin shqiptar zoti Ram. E qartë dhe më e qartë se më përpara. Faleminderit shumë Fredi Beleri, faleminderit shumë Meçollari. Një debat, dua ta vlerësoj këtë debat që edhe pse i tensionuar u zhvillua në kushtet e një respektit të ndërsjellë dhe dëgjimit të tjetrit, ndaj mësuam pak më shumë se që ishim të informuar deri në këtë çast. Ne kalojmë në një shkëputje publicitare, rikthehemi më një pas pak.